بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. Sot do dalim te një rregull tjetër kuranore ku Allah xhallahu shanu në surën Al-Maida ajetin e 6 po thot: "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." O ju të cilët keni besu, kur ngriteni për namaz, pastroni fytyrat e juve, pastroni duart deri te brylat, përkoni kokën me duart larg, edhe pastroni kohën deri në njëri. Pra, ky ajet po na nxit për me marrë abdes, ose na e dim që abdesi ka dhe disa gjëra tjera. Mirë po, këto, si pas me dhejtë tonë Hanefi, këto janë 4 farzët e abdesit, që në nënkuptat që nëse ndonjënën prej që ty në e lojmë nga harrejsa, ose me qëllim s'kem abdes. Në njënën prej që ty në e lojmë me qëllim ose nga harrejsa s'kem abdes. Nërse nëse i lojmë ato tjera, ose s'po kem fortuj, i lojmë futjen e ujit në gojë ose në punë ose diçka tjetër, ato tjera mirë janë plotësuese, po edhe nëse i kena lojmë abdesit prapë, është në rregull. Po, këtu po na vjen thirrja, o ju të cilët keni besu. Thirrja të cilën e kena dëgjuar dhe kena respektuar dhe po respektoj, kur na ka ardhur ju të cilët keni besu, është vërë obligim atëherë. E njëjta thirrje po vjen, o ju të cilët keni besu. Për të njëjtin burim, pra prej Allahut xhallahu shanu. Edhe ka ardhur në disa vende tjerë, vite dhe vende në Kur'an thirrje, o ju të cilët keni besu. Prandaj, çështja kena përgjigjë asaj ftesës së parë, thirrjes së parë, edhe kësajna, edhe vetë folja jote, po dëshmoj se ky përgjigjem edhe kësaj pyetjes. Edhe keni më përgjigjë inshallah këtë thirrjeve të Allahut xhallahu shanu. Kjo thirrje ajo të cilët keni besu, siç ka thënë shoku i pejgamberit alayhis salam, Abdullah ibn Mas'ud, që ka qenë një prej komentatorëve më të njohur të Kuranit, ka thënë kur e dëgjon shprehjen ajo të cilët keni besu, hapi vesh mirë. Jepja veshën, jepja vëmendje tonë. Pse? Se po thët, ose ka me tonë një urdhën që duhet me zbatu, ose një ndalesë për i cilës duhet me largu. Që kur më në thirë nëmë, ndikosh, normal tash duhet me dëgjuar, më thirë që ka po. Allah xhallahu shanu për në thirë me cilësim tonë besim. Tash me dëgjuar, o në Zoti, o që ka po tonë. Cëllë është urdhën, cëllë është që ka duhet të në me po. Sigur më në thonë, për shembull, o ju burra, mbrojnë vendin e ju. Çka i bën mirë? O ju patriota, kontribuoni për vendin e ju, mbrojnë vendin e ju. Çka i bën kjo? Ai ka mund të thonë njerëz. Po nëse dikush na drejtohet çështë sikur na thotë, në kofsh burr, mbroje vaton. Kofsh patriot, mbroje vaton, kontribuon. O ju të cilët ke besuar, kofsh besimtar, për që thirrjes ti po thirrje, për atëre me për namazet, për ato. Prandaj këtë thirrje do të thonë se të dëgjojnë ajo të cilët keni besuar, le të dëgjojnë me vëmendje. Kretë fjalët e Zotit që shumë do të më dëgjojnë me vëmendje, po sidomos edhe këtë thirrje që çka është kërkesja e Zotit për neve se na jemi prej atyre të cilët e kemi besuar. Por për çka për atë thirrje? Për abdes, apo me marr abdes për të namazit. Për atë thirrje për abdes. Po për në thirë që tonë e morëm abdes, kërë në rregull, po në thirë dhe për diçka tjetër. Po në thirë më falë me pa tjetër. Po kërkon su për men, më falë me pa tjetër. Po për men shumë qarë, po thëtë, kur qoni më falë. Do me thonë, nuk po thëtë, nëse qoni më falë, merë një abdes. Po thëtë, kur qoni më falë, që i vjenë, kjo është punë e kryme. Për më qumë më falë punë e kryme, po qëka do të me po kur që është me marrë abdes? Sikur me thonë dikujna, kur të shkojsh në shkollë, me rëqontën me veti. Më nëse kam vjetë me shku vezët, më nësë të veta, nëse dhe me shku në shkollë, me rëqontën, po tash kur shkon në shkollë, me rëqontën. Aja punë e parë është e kryme, po edhe këtë dytën, po shkanë citë të. Kur të shkojsh në punë, me abdes, për shembull. Vallai se ku mos njet me shku, të veta unë a do me shku punë, as do me shku, unë jam të thonë
Kur shkesh punë, merr abdes, pra puna e tonë është e kryme. Allahu xhaleshanu ka mujtë me thonë, nëse qoni për namaz, merr një abdes. Po ka thonë kur qoni për namaz. Ka me thonë të besimtarit, të muslimoni, ngritja për namaz kur çështje e kryme. Çashtu do të më konë të se cili prej neve, kjo është edhe ai mesazhi ndoshta edhe më kryesor që do të thonë namazi është të na punë e kryme, më që po kena kur qëmë edhe marrëm abdes, para se më taku me zotin tonë, pastrojmë edhe fizikisht, do të thonë përmes abdesit, ashtu që shlypet me pas edhe rrobat e pastërta, ashtu edhe vendin e pastër, për arsye se po dalë më taku me më të pastër, me të mirën Allahu xhaleshanu na bëu për atyre të cilët e nderojnë veten, që na ka nderuar Allahu xhaleshanu, që na ka mësuar më taku me to përmes namazit e përmes punave të tjera. Allahu xhaleshanu na bëu për atyre të cilët që ndrojnë